Përshëndetje miq të RTS1, mirë se vini në Telerevistën Sportive, unë jam Kevin Rapaj. Sot do ta nisim aty ku e lam ditën e premte, si ditë e hënë do të vazhdojmë të flasim për Kupën e Botës, për ndeshjet që janë luajtur, për ndeshjet që pritet luhen. Kam kënaqësinë që në studio të jemi shoqëruar nga gazetari Ervin Baku për të folur për këtë ndeshje. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Si gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë në studio, analizat bashkë janë gjithmonë argëtuese për mua. Dhe thënë kjo, pak në vija trasha, çfarë po thot ky botror për ju deri tani? 4 ditë ka që ka filluar. Shtende herët, kemi parë vetëm 12 ndeshje në grupet A, B, C, D, E dhe F. Është një botror atipik, sepse është hera parë që zhvillohet në 3 shtete, me distanca të largëta, me krosgjatje jashtë 30 ditëve që jemi mësuar, do t'jetë 20 ditë, pra 11 qershor deri në 19 korrik. Me 48 shtete është zgjeruar harta, me 104 ndeshje. Mirë, janë ka prodhuar më shumë gola se çdo botror tjetër. Dhe sigurisht që do të vazhdoj të prodhoj, duke qenë se ndeshjet janë thuajse 2 fishi, kështu që... Besoj, dhe ajo që më vjen keq është që kur kam parë nivelin e disa ekipeve, më vjen shumë keq që Kosova apo Shqipëria nuk janë aty, por ky është sporti. Kjo është çështje gjeografie në këtë rast, të paktën. Po FIFA duhet japi pak më shumë hapësirë Europës. Më shumë hapësirë Europës. Dakor, ti e zgjeron me 48 skuadra, po Europën e ke lënë me 13, domethënë. Kam përshtypjen që duhet jetë pak më shumë, sepse do apo s'do FIFA, do apo s'do Infantino, Europa është djepi i futbollit. Sigurisht. Kanë djegësit më të shumë, ka... Dhe skuadrat më favorite fundja dhe pjesa më e madhe kupave të botës janë fituar nga skuadrat europiane. 12-10 me Amerikën e Jugut. Kështu që Europa ka vërtetuar vazhdimisht. 8 skuadra i kanë fituar to 22 botror, 3 në Amerikën Latine, Brazili, Argentina dhe Uruguay, 5 në Europë, me Gjermanin, me Italin, me Francën, me Spanjën dhe me Anglin, dhe gjitha këto janë fituar nga trajner vendas. Pyetja është që do t'jetë ky botrori kur një trajner i huaj për herë të parë jep Kupën e Botës shtetit që e ka punësuar. Më shumë si duket që të ketë Anglia se sa Brazili. Të paktën këto dyja merrën në mendje mua tani që diskutuam. Tuheli është trajner shumë i mirë edhe ka ekip të fortë shumë. Ndërkohë që Ancelotti është gjithashtu trajner shumë i mirë, por çështja e ekipit është diskutim tjetër në krahasim me Anglinë. Ndeshjen e parë nuk kishte përballë një gjatë tyre 12 ndeshjeve, skuadra që më ka bërë më shumë përshtypje deri tani është Maroku. Maroku, domethënë që unë e shikoj pa frikë që do shkoj shumë lart, domethënë. Dhe është gjysmë finalist i botrorit kaluar. Pra, do të thotë, kur e sheh mënyrën si luan dhe rezultatin që merr, e kupton që nuk ka qenë rastësi edhe ajo gjysmë finale e botrorit kaluar, apo edhe fakti që është kampion në tavolinë i Afrikës, por gjithsesi arriti finale në kupën e... Jo, në tavolinë jo, sepse ka rregulla futbolli, pikërisht, në fushën e lojës se kam fjalën në mund. Pikërisht, pra Senegali u duk sikur luajti dhe me nervat e tyre në ndeshje. Asgjë nuk është e rastësishme në këtë botë. Ky sukses i Marokut i dedikohet një investimi të madh që ka marrë Federata Marokene Mbretërore e Futbollit te akademit që në vitin 2009, pra ka investuar shumë te akademit, që mund të jetë dhe një këmbane alarmi dhe për vende të tjera, kryesisht për ne Shqipërinë, që duhet investuar shumë te fëmijët, sepse ka këtu talente shumë të mëdhenj, siç kanë pas para 90-s, dhe sot janë zhdukur dhe ne importojmë futbollistë të huaj pafund. Dhe nëse do duhet të hiqe një paralele mes Shqipërisë, Kosovës dhe Marokut, jemi të ngjashme në faktin që furnizojmë kombet e tjera me lojtarë, gjë që e bën dhe Maroku me Algjerinë rëndom 2 skuadrat e Afrikës Veriut, paktën me Francën dhe Belgjikën kanë një marrëdhënie të jashtëzakonshme, një pjesë shumë e madhe e lojtarëve të këtyre 2 kombëtarëve europiane janë me origjinë marokene apo algjeriane. Pra furnizojnë Europën dhe njëkohësisht kanë mjaftueshëm lojtarë për të arritur edhe vetë nivelet të larta. Kanë ndryshim këtu se ato që janë në Francë, ato që janë lindur dhe rritur në Francë prej 3, 4, 5, 6 brezash, ato konsiderohen thjesht çështje origjine e largët, po.
Kurse unë po flasë për Marokun, ishte një numri 6, Buadi që luan të Lila në Francë. Ka filluar në kandi tani për të, është e qartë. 18 vjeç ai bëri futin xhep gjithë ato brazilianët, saqë komentatori francez thoshte nuk e di kush janë me bluzë të verdhë dhe kush janë me bluzë kuqe, pra pash një Marok të frikshëm, kështu që nuk është fare surprizë, është një vazhdimësi logjike e asaj që ka investuar. Do të thotë që mund të mos përjashtohet edhe një herë ndonjë surprizë e tipit gjysmë finale botërori, siç ndodhi, apo nuk do quhej më surprizë, pra konfirmimi i një rezultati të tillë. Nuk është më surprizë, jo, është shumë lart. Për të mbetur të këto dy skuadra, nga ana tjetër Brazili, të duket gati për diçka të madhe? Brazili ju fal Vinicius Junior, i cili ai vetë nxori nga Bataku ku ishte, domethënë ishte pas një Brazil që më zgënjeu shumë Rafinha, për shkakun që ka bërë një kampionat të jashtëzakonshëm me Barcelonën, ndërsa këtu nuk e di. Imagjino aq lart ishte Maroku sa vetë Ancelotti ishte me këmbë tokë, tha barazimi me Marokun është një rezultat i mirë. Pra e merr dhe e pranon atë barazim, sigurisht. Kjo është madhështia e trajnerit dhe tha që objektivi i parë është kalojmë grupin dhe të përmirësohemi gjatë rrugës. Sepse dhe vetë Ancelotti besoi një trajner që madh sa është i di limitet e skuadrës që drejton, e kupton ku është. Dgjoj, Brazili prapë është Brazil, e kupton? Edhe kjo nuk mohohet, por mua kujtohet në 82-shin kur Italia doli nga grupi me 3 barazime dhe u shpall kampione pastaj. Dhe u shpall kampione botës në ndeshjen me Brazilin çerek finale. Po në ato ishin 4 grupe nga 3 çerek finalistë. Dhe Brazili e mundi Argentinën 3-1, Italia e kishte mundur 2-1. Dhe u ndeshën bashkë dhe shkoi 2-2 ndeshja dhe Brazili prap donte të sulmonte, donte të shënonte, donte spektakël, që për mua me aq sa kam parë në futboll, Brazili 82-shit është formacioni më i mirë i gjitha kohërave, për mua. Me Sokrates, me Zico, me Dirceun, dhe pastaj e psuan dhe kurse ky Brazil nuk është më i spektakël si ka më atolitar. Nuk e ka as më Ronaldo fenomenin, as Ronaldinho, as e kupton. Mirë po, a do di Ancelotti t'i sjelli ata një gjë duan, një gjë kërkojnë që t'i sjelli kupën e botës. Ndaj ai u tregua shumë, do t'i ketë gjithë me vete edhe tifozët. Pakta ishë mjeshtër i menaxhimit grupit dhe të situatave. Po, patjetër. Jo më kote mori Neymar. Ishte edhe lëvizje strategjike nga ana ati për të mos krijuar armiq, po themi, në radhët e tifozërisë. Ai shpalosi listën e thirrurve kur tha emrin e Neymarit, shpërtheu gjithë Brazili. Pra do t'i ketë, nuk do të ketë, e kupton, edhe pse dhe i vuri kushtet e veta që ti edhe në stol do rish, nuk do kesh rrjete sociale. Ndoshta duke ngrënë pak aku edhe një lojtar si Joao Pedro, po ta marrësh drejt e drejt, ka bërë një sezon të mirë, është lojtar kualitativ, dhe ndodh që u spostua ai për t'i lënë vend Neymarit pikërisht për të ruajtur këtë atmosferën pozitive. Patjetër, kjo. Pra është e nevojshme ndonjëherë të bësh edhe nga këto lëvizje. Kjo atërmbetja do të ekzistojë sa ekziston njerëzimi. Sidomos në rast të tilla botrori vjen një herë në 4 vjet, lojtarët e ëndërrojnë atë moment. Për të kaluar te një kombëtare tjetër e madhe, 4 herë kampione bote. Gjermania në botror parapëlqeka që të fitojë 7-1. Ja bëri Brazilit, por këtë herë ja bëri një kundërshtari më shumë se modest, Curaçaos. Megjithatë, nuk besoj se kjo ishte një provë force për Gjermaninë. Jo. I ka qejf këto rezultatet e thella, 8-0 me Arabinë Saudite, 1-7 me Brazilin, 7-1. Dgjoj, nuk është puna se Gjermania është prapë Gjermania, është 4 herë kampione e botës. Për mua ka defekte në mbrojtje, sidomos ai goli Curaçaos tregon ato limitet e Gjermanisë në mbrojtje. A do di, shikojmë një ndër që folëm shpar për Shqipërinë dhe Kosovën, ku shikon që Curaçao është një vend është një ishull shumë i bukur, me arkitekturë holandeze. Është në jurisdiksionin e Holandës. Edhe pjesa më e madhe lojtarëve janë edhe të rritur. Se Holanda ka 2 shtete, kupton dhe është 500 km2, 150.000 banor, kështu që nuk prova e forcës me Gjermaninë do t'jetë më pas, do t'jetë me bregun e Fildisht, me Ekuadorin. Ka ndeshjet vështira, që të dyja. Ekuadori ka bërë një fazë eliminatore të jashtëzakonshme në Amerikë me 5 gola të pësuar. Dhe bregu i Fildisht. Dhe bregu që mundi pikërisht Ekuadorin. Me fat.
do të thojë me fat. Pati fat, aty në mes 3 shtylla goditi Ekuadori, 4 goditën total. Po, kështu që unë kam përshtypjen që të gjitha ato, edhe Ekuadori dhe Bregu Fildish, do ta fusin në xhep Curaçaon. Kështu që pra ato pikë kanë siguruar dhe me shumë mundësi këtu do kemi të bëjmë një grup që do kalojnë 3 skuadra. Pra, ekzistojnë si mundësi. Edhe pse Ekuadori ndoshta me një barazim Bregu Fildish me Ekuadorin, secila nga një pikë dhe me 4 vendi tret, pastaj do e kishte më thjesht për të kaluar. Ekuadori, nëse marrim hipotetikisht që do mundi Curaçao, do jetë kuotën e 3 pikëve, çështja është me Gjermaninë, çfarë do jetë aftë që të bëj. Sepse Gjermania mbetet Gjermani, megjithatë e sheh në rrethin e parë, por këto 2 botërorët e fundit është eliminuar në grup. Kjo është sëmundje e kampionëve, Franca e prishi si magji, që arritin finale edhe botërorin e kaluar, sepse i ka ndodhur Italisë, i ka ndodhur Gjermanisë, i ka ndodhur Spanjës. I ka ndodhur dhe Francës. Them në botërorin e fundit, paktën, në rastin e fundit. E sheh Gjermani në rrethin e parë të favoriteve, apo e sheh si Brazili pak më të tërhequr? Po, në rrethin e parë të favoritëve shikoj Francën, Spanjën edhe Anglinë. Po, sa i përket Portugalisë? Po, dëgjoj. Nuk ka fituar kur një botëror, nuk ka arritur kur në finale, por Portugalia ka një mesfush ndoshta nga më të mirat të botëror. Bazën e Paris Saint-Germainit, gjithashtu dhe mbrojtje. Ato janë lojtarë shumë të mirë, me Vitinhën, me Nuno Mendes, me Cristiano Ronaldo, që është aty një bonus suplementar. Dëgjoj, do më pëlqente që botërorin ta fitonte një skuadër që se ka fituar asnjëherë, pra zgjeroi harta nga 8 në 9, dhe do më pëlqente për shkak që Holanda ta fitonte, ka qenë 3 herë në finale dhe për atë që i ka dhënë futbollit botëror me Cruyffin, me futbollin total, do ishte një kurorëzim. Do më pëlqente shumë dhe Portugalia, dhe sidomos Cristiano Ronaldo, që për atë që i ka dhënë futbollit botëror, kemi qenë me shumë fat që kemi parë. Do ishte vënë kapaku karrierës tim. Megjithatë, mes të dyave Portugalia ka më shumë shanse se sa Holanda. Paktën duke parë aktualisht Hollandën. Djes më pëlqeu ndeshja, më duk si një biskot. Pikërisht ndeshja Holland-Japoni. Me Japoni nuk është kurrë thjesht njerë, kjo është e sigurt. Po, çdo skuadër. Sigur pjesë e parë ishin pajtuar, madje këto paparacët ishin kapur dhe fotot të tifozëve edhe holandez dhe japonez ishin në gjumë, domethënë se mu duk një dhe rezultati 2-2 pastaj më kujtoi ka qenë një biskot Danimark-Suedi, po ta mbashmënti në dëm të Italisë, domethënë për një europian. Ideja është që dëgjoj, prap nuk më shumë shanse ka Portugalia ta krijojë surprizën se Holanda. Pra, të duket sikur vitet e fundit Holanda ka ardhur në rritje apo në rënje, duke parë organikën, duke parë elementet që ka në përbërje. Në rënje. Imagjinoti, domethënë doli me Polonia i mori barazim, ajo Poloni që ne zotin e solli aty për ta... Dhe nuk ditëm ta shfrytëzojmë. Po, për ta mundur, për ta paketuar etj, dhe kështu që Holanda ka ardhur në rënje. Ndërkohë që Portugalia është në rritje patjetër. Po sa i përket Japonisë, me këto rezultatet her pas here bombastike në botëror, është e çuditshme, por është diçka që i karakterizon jo vetëm si kombëtar e futbollit, por si popull në përgjithësi, kjo sakrifica dhe dëshira për të mos u dorëzuar deri në momentin e fundit, e realizuan dhe vërtetuan edhe një herë brëmën e djeshme. Ti shikon, dëgjoj, janë unë i quaj këto nga ato me 7 shpirtra, domethënë që nuk dorëzohen kurrë. Ti shikon se aty është një zonë sismike Japonia. Ti shikon dhe kur bie tërmet, nuk alarmohen gjithçka të programuar të... Kështu që mos duket çudi, janë lojtar shumë të mirë. Ka element. Me Nakamurën, kështu që mbetet e nuk një kundërshtar i vështirë do të jetë. Ndërkohë, Suedia... Dhe ja prishi planin të, domethënë, ky barazimi se ato kujtonin se... Po, filluan ndoshta të bënin planet me një 3 pikësh që e kishin lënë më njanë, po, fiks. Por ndryshojnë totalisht planet tani. Megjithatë, ai vendi i tretë që të kualifikon 8 ndër 12 më të mirët është një avantazh, është një bonus i madh për shumë ekipe që mundet u rrëshkasi këmba ndeshjen e parë. Nga ana tjetër, Suedia e çmontoi Tunizin 5-1, por më bën përshtypje si ka mundësi kësaj kombëtareje ju desh Nations Liga, sepse nga eliminatorët dolin vend fundit, ishte në grup me Kosovën. Është shumë e çuditshme me ata element se si Suedia çedoi totalisht në eliminatorë. Mos i merr parasysh ato eliminatorë, sepse ajo ishte tashmë e kualifikuar. Nga Nations Liga nuk ishte zyrtarisht, do duhet luante edhe ndeshje shtesë siç bëri, që mundi pastaj edhe Polonin, por
Megjithatë, nuk mund t'ja lësh në dorë ndonjëherë fatit Nations League-s në këtë rast. Ka lojtar të mirë. Sepse ka element. Ky Isak është shumë i mirë. Ose Gjokeres. Ai që u shpall, po Isak që u shpall lojtari i ndeshjes ishte e shpartalloi Tunizin. Tunizia që nga këto ekipet afrikane, Tunizia dhe Afrika e Jugut më kanë lënë. Shumë Afrika e Jugut ishte një zhgënjim total, domethënë, dhe nuk është kualifikuar për shembull Nigeria që ka edhe të pasjellshëm, edhe të pa duket që janë rrit me gjarprin me ato, njerëz të egër, domethënë. Ndër gjitha ndeshjet, mendon që skuadës që ju hëngër pak aku më shumë është Ekuadori? Nga ajo që diskutuam duke parë si shkoi dhe 3 shtylla nuk janë pak, 2 prej tyre njëri ishin flagrante, se tjetra. Fati është pjesë e lojës të futbollit, Sigurisht që po. Kështu që të vjen keq kur e pson minutën 90. Kjo është po. Kjo ndoshta ka dhembur më shumë. Po. Tani për të përmendur është një surprizë që Australia i bëri Turqisë. Për mua është surprizë, po. Nuk është surprizë? Jo. Duke parë edhe individët interesant që Turqia kanë përbërje? Domethënë futbolli nuk luhet letër, nuk luhet me emra. Unë Turqinë e kam parë, e pash direkt. Live në Kosovë fundja nuk është se bëri çuditëra. Po pra, unë isha në stadium, tribune shtypit e pash atë ndeshje dhe realisht Kosova do të bënte më mirë se Turqia. Të paktën në këtë ndeshje të parë. Dhe futbolli na mësoi edhe një herë që nuk mjafton që ti ta zotrosh topin 72%, nuk mjafton që ti të bësh shtrihet e kusur gjuajtjen port, por efikasitet, sepse dëgjoj, shiko golet e Australisë janë model ekzekutimi, kështu që pra nuk e sheh në kuadrin e një surprize, nuk mund ta quash surprizë. Unë shikoj Turqinë që do ikin në shtëpi shumë shpejt. Dhe Turqia ka marrëdhënie të keqe me botrorët, shumë e çuditshme, nuk ka patur përveç një botrori në 2002 që doli në vend tret. Dhe më pas kjo është pjesëmarrja e parë, mos gaboj, që nga 2002. Por besoj surprizë quan Katarin përballë Zvicrës apo jemi në një të ujëra? Zvicra nuk është kombëtare që mund të ketë qenë dikur, megjithatë. Dëgjoj, ndeshja ti për shkak aty shikon sa futbolli është i pamëshirshëm. Domethënë, po e shihim atë ndeshje dhe po i shikoja, po i thoja disa shokëve të mi, dëgjoj tash unë. Këto të luajnë deri në 2030 në Katar, tash unë nuk bën gol. Pjesa parë duhet përfundojë një 7-0 për Zvicrën, e kupton? Mirë po ja. Të dënon futbolli. Të dënon. Është shumë interesante. Sepse 5 minutat e fundit Zvicra sikur e lçoi fare lojën. Unë i la hapësirë atyre. Më zgënjeu Xhaka, që Xhaka është një unë e kam si po nuk doli në pa. E kam si model të njeriu Xhakën. Xhaka është jashtëzakonshëm. Imagjino e çoi Sunderlandin në Kupën e Evropës pas 52 vjetësh. Pra, duhet ishte më, po siç duket, do të jetë ajo Zvicra, për shembull, rrezikon me këtë se unë kam përshtypjen të dyja, dhe Kanadaja dhe Bosnja do ta mundin Katarin. Kjo është jam i sigurt për të. Pikërisht, kjo është një dyshim i madh tani se si do të shkojë ky grup. Është një grup shumë i balancuar deri tani. Zvicra rrezikon vendin e tretë. Duke qenë se përmendë Kanadan mes 3 organizatorëve, kush është më gati për të arritur diçka? Të dyja, edhe Amerikën dhe Kanadan. Meksikën e lë pak më njan? Po, ja, si. Nuk të bind. Pavarësisht se fitoi, gjithsesi, por që nuk do fitoj, duhet të dominonte lojën. Patjetër. Ndërsa SBA-ja mori një fitore të mirë përballë Paraguajit, Kanadaja ngeci me Bosnjën, po Bosnja ka lënë në shtëpi Italinë. Po unë kam parë një Kanada që më ka lënë mbresa fantastike, me një ekip me shumë fizik të lartë, pressing i lartë, përgatitje atletike e mrekullueshme, raste pafund. Ato mund duhet korrigjojmë pak atë konkludimin para portës kundërshtare. Qa bëri Bosnja? Përveç atij golit, pati dhe një rast për 2-0, po Bosnja ishte inexistente. Ndonjëherë dhe pak çështje eksperiencë që Kanadas ndoshta i mungon këto nivele. Ju fal asaj kornes që bëri Lukic edhe kaq. Po çoj Italinë në shtëpi për herë 3 radhës, Italinë se kemi në botror. Që kjo ishte e tepërt kjo që bëri Bosnja. Këto 20 vjet e fundit kemi më shumë prezenca të Shakirës në botror se të Italisë. Edhe ky është rekord për të shënuar. Dhe di pse se e thash dhe që kur i bën atë padrejtësi Zidanit që e nxorën jashtë vetes, që ai goditi Materacin, e fituan, por më pas ai ishte në 2006-ën. 2010-ën u eliminuan në grupe. 2014 u eliminuan në grup, pastaj 3, kështu që kam frikë mos e ka zënë ai mallkimi Zidanit, edhe është si ato mallkimi
i ka bërë atëherë trajneri Benficës që atëherë sfiton më kupë Benfica. Mund tjetë kjo, por mund tjetë edhe kjo tjetra që Italia ndoshta po merr frytet e punës skandaloze që është bërë në futboll ndër vite. Sepse është bërë një punë skandaloze në Itali ndër vite. Pse bëhet punë skandaloze? Pikërisht, kjo është një pse tjetër që na çon tjetër kund. Sot në orën 18 zbresin në fush kampionët e Europës, që janë edhe një ndër pretendentët kryesorë. Spanja luan me një skuadër të nivelit të Curaçaos, si Kepi Gjelbër. Një vend ndoshta po aq i bukur, debutues. Janë debutues në Kupën e Botës së bashku me Curaçaon, ndoshta me Uzbekistanin dhe është edhe një ekipi tjetër, s'po më vjen. Është edhe një që s'po na vjen të dyre. Po, 4. Dgjoj. Fitore me goleat, Spanja është aty, madje shumë kompani të këtyre parashikimeve tjere vend si kandidatën kryesore për fitimin e titullit kampion të botës, por unë kur shoh Francën me atë përbërje lojtarë që ka... Aty vendosesh pak në dyshim. Po, Franca më duket më lart. Individualisht? Individualisht, po. Por megjithatë në fushën e lojës mbetet për tu parë nuk i diet. Kam një pyetje për ne romantikët e futbollit. A është pak i tepërt kjo ndërprerja 3 minutë në mes të çdo pjese, e cila qartësisht po kuptohet nuk po bëhet për tu freskuar lojtarët, po bëhet për të krijuar një hapësirë publicitare. Pra është një version pak amerikan ky. Jemi në Amerikë. E pra, pikërisht, është version amerikan. Jemi në Amerikë. Po të distancon pak nga ndeshja që po luhet? Jemi në Amerikë, natyrisht që i shërben dhe këtyre që kanë të drejtat televizive në gjithë botën. Por nga ana tjetër, në ato temperatura përvëluese, se deri tash duhet dëgjojmë më shumë zërin e lojtarëve. Mirë, po a kanë kurajo lojtarët të flasin? Unë mendoj që ka. Shikojmë, si që ishte De Bruyne që doli kundër FIFA-s dhe UEFA-s për numrin për një kalendar pa fund të ndeshjeve, kupton? Kështu që nëse kjo bëhet vetëm për tregti, është gabim, sepse për të thënë si basketboll. Ndoshta edhe koha do e vërtetoj, do shohim sa do vazhdoj si trend pas botrorit, se botrorët na kanë mësuar këto vitet e fundit që fusin një trend dhe pastaj shohim nëse sfumohet, kemi kuptuar që ai nuk ka ecur. Dhe pastaj nuk më pëlqen edhe arbitri që është veshur si vër një robot pak robotik gjyqtarët me ato kamerat. Me ato kamerat, po. Kishte një meme që paraqiste atë arbitrin me drone dhe me helmeta të 2030, se kupton. Po nuk i dihet, kur ka ardhur ky moment, mund vjet ai momenti tjetër. Për ta mbyllur këto pyetjet që sigurisht bëhen gjithmonë në këto raste. Favoritja më e madhe? Për mua, po, Franca. Zhgënjimi më i madh kush mund të jetë? Zhgënjimi më i madh. Zhgënjimi. Po, zhgënjimi më i madh. Deri tani është Turqia. Deri tani Turqia. Po, se di. Sa i përket surprizës? Surpriza më e madhe, deri tani. Një underdog, një skuadër që nuk mendohet, por që mund të bëjë diçka. Po, Maroku, po që për mua s'është surprizë, duke parë Marokun, por shikojmë, Okej, le të presim ndoshta të luajnë në raundet e para të gjithë grupeve. Kur të mbarojnë se është alfabeti, ABCD, janë 12 skuadra. Duhet mbyllen një herë ato 12 parat. Të parat, po. Baku, të falenderoj që ishe me mua sot. Kënaqësi gjithmonë. Miq, kemi ardhur në fund, kjo ishte Telerevista Sportive për ditën e sotme. Mos harroni në orën 17 vjen në Korale me Florigjinin, bashkë shihemi sërish nesër. Mirupafshim.